Vetëm që e kumbu një hap nga drejtim. Një hap, unë jam i vetëmi që e kumbu. Asni ministri i shëndetësisë, asni ministri i shëndetësisë nuk e ka bu asni hap për spitalin e Prishtinës. As para mia ata kanë qenë dhe ata mas. Unë e kumbu një hap për para dhe prandaj për tëm. Që është e rëndësishme që ta përfundoj spitalin. Po vazhdojmë për shëndetësi. Për shëndetësi, nëse ke diçka... Absolutisht. Do më thonë, kemi kry një punë të madhe gjatë këtyre 4 viteve. Çka plani për 4 vite të ardhshme? Për 4 vite, po gjithsesi që do ta ndërtojmë spitalin e kryeqytetit, do më thonë kjo është një çështje primare për kryeqytetin, një çështje shumë e rëndësishme, edhe tashmë normal që nëse vazhdojnë, po them, të blokohet dhënia e projektit, ne do të bëjmë projektin vetë, edhe do të vazhdojmë me fondet tona të zgjedhim problemin e spitalit të kryeqytetit. Pra kjo është jetike. Mjedisi, çfarë është plani juaj për mbeturinat? Për mbeturinat, fillimisht duhet të tregu që një mundësi shumë e madhe financiare në vlerën rreth 70 milion euro, 50 milion euro grant dhe 20 të tjera kredi, janë humb, sepse kanë qenë aty të gatshme për me i nënshkru, sepse ndërmarrja, pastrimi, është të falimentu. Punëtorët në grev, pagat nuk jepen, dhe kam bipunësim në administrat, për shkak të qasjes së kësaj qeverisje, të përbashkët, LDK dhe PDK për me i degradu ndërmarrjet komunale. Ne kemi nevojë me njëherë të i reformu ndërmarrjet, me i kthy me i shpëtu këto bashkëpunime ndërkombëtare, edhe grante, edhe kredi, që me kriju sisteme funksionale edhe të transportit publik, edhe të menaxhimit mbeturinave, që ishte dashur me qenë indikatori themelor kur e vlerëson një kryetar komune. Mas 4 viteve, me të mbulu bërllogu, e me qenë qyteti ka që i papastër, nuk e di pse duhet me kalu në temën e dytë kryetari aktual. Kur ki pak integritet, mjafton kjo çështje, pa aftësia me pastru qytetin, pa aftësia me mbledh bërllogun, për dikon me thonë, po tërhiqna. Provova, nuk arrita, prandaj tërhiqem. E jo arroganca me lyp edhe një mandat. Kemi nevoj për zhbllokimin e kësaj mbështetje ndërkombëtare. Kemi nevoj për kamion të ri dhe kontenier të ri. Kemi nevoj për ndarje të mbeturinave në burim, sepse kjo e krijon edhe mundësinë për ekonominë qarkore, për riciklimin e mbeturinave. Kemi nevoj për një sistem ku ndërmarrja jon komunale, rajonale, pastrimi i pastron rrugët, jo vetëm din me i menaxhu mbetjet. Kemi nevoj me ndërtu qendër të riciklimit fillimisht të mbeturinave inerte dhe ndërtimore, sepse edhe kjo është një problem shumë i madh, po në të njëjtën kohë kemi nevojë me bashkëpunu dhe me sektorin privat, që në partneritet me ndërtu dhe qendra të reja të riciklimit, që pas të ndarjes në burim të mbeturinave, në me mujtë edhe me përfitu nga ekonomia qarkore dhe nga riciklimi i mbeturinave. Qënë të ndacak me njëherë pas? Qënë të ndacak politika e adoptimit të qenëve në qendër të politikës për trajtimin e popullsisë të qenëve ndacak. Mirë po, jo adoptim të i pa ato 50 eurot e të kriju skema të keq përdorimit të buxhetit, po adoptim me qëllim të kujdesit të vërtet ndaj kafshëve. E dyta, strehimore moderne, e di që kushton, mirë po duhet strehimore që i plotëson standardet. Edhe të, po qështë të komi jom taku me krejt aktivistat, vullnetarët e të drejtave të kafshëve, njerëz që e njohin këtë punë ma mirë edhe se unë e ti. Edhe i kompyt ata cilat janë rekomandimet, s'kemi qare pa e ndërtu strehimorin me standarde, edhe pa e trajnu stafin që punon aty brenda. Sterilizim, vaksinim, të rregullt, e kanë bo një, s'ka dhënë rezultate, vazhdojnë me u kthy, vazhdojnë me u rrit popullsia e qenëve në Prishtinë, edhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Kemi nevojë me ndërtu, edhe këtu të kemi bllokua. A keni nimu? Edhe këtu të kemi blokua, edhe të qenë të ndacak, e të pastrimi atë kemi bloku, për me pastru qytetin atë ka bloku në e kush. 9 milion para 3 vjetë që keni të ndome, sa i keni harxhu?